Kampionati nis ditën e premte, ndeshja para që do zhvillohet ndeshja midis Vllaznisë e Skënderbeut, e cila do zhvillohet në orën 21. Gjithashtu ditën e shtunë do zhvillohen 2 ndeshje dhe 2 ndeshjet e tjera do zhvillohen ditën e diel. Si çdo vit, ceremonia organizohet tek ekipi kampion, ku në këtë sezon kemi Egnatian, ku në ndeshjen e Egnatia Tirana, e cila është planifikuar për të zhvilluar ditën e diel, do bëhet dhe ceremonia e hapjes së kampionatit. Risitë janë të shumta, pasi këtë sezon kemi ndryshim të formatit të garës, ku pas 3 fazave të rregullave, ekipet do ndahen në 2 faza, në fazën play-off, ku do garojnë 6 ekipet e para për shpalljen e ekipit kampion dhe 4 ekipet e tjera, të cilat janë ditur nga vendi 7 në vendin e 10, të cilat do marrin pjesë në fazën play-out. Siç e dini, ekipet do të aktivizojnë lojtarë me pasaportë shqiptare të datinës 2007 e në vijim, ku në biznes superiore rregull është i tillë që ekipet do të nisin ndeshjen me një lojtar minimalisht në datinës 2007, i cili duhet të aktivizohet një pjesë loje. Ndërsa për sa i përket kategorive të tjera, në kategorinë e parë, 2 dhe 3, ky rregull është që ekipet duhet të aktivizojnë lojtarët e datinës 2007 e theksojnë me pasaportë shqiptare gjatë gjithë ndeshjes. Struktura e kampionatit, skema e kampionatit është e tillë, ku skema është shumë dinamike, urojmë që të kemi sa më shumë tifoz, sa më shumë spektakël, sa më shumë fair play, si në fushë dhe në tribuna. Këtë sezon kemi një përfaqësim shumë dinjitos të Egnatis, e cila ka siguruar tashmë grupet e Conference League-s, por është akoma në garë për të marrë pjesë në Europa League, ku ndeshja do zhvillohet më datë 20 gusht dhe ndeshja e kthimit më datë në 27 gusht. Gjithashtu dhe Dinamo më datë në 20 gusht ka ndeshjen e play-offit, të cilat do zhvillohet në Elbasan dhe ndeshja e kthimit në datë 27 gusht. Urojmë që të dy ekipet si Egnatia dhe Dinamo City të kualifikohen, ku tashmë Egnati ka siguruar fazën e grupeve në Conference League, urojmë që të shkojnë në Europa League, gjithashtu dhe urojmë shumë suksese dhe Dinamos që në ndeshjen e play-offit të kualifikohet për në fazën e Conference League-s.